Një rrugtim që filloi që në moshën 5 vjeçare, nën tingujt e kitarës së babait të tij, nisi një pasion që sot u kthye në profesion. Ehad Dula tani është mësimdhënës dhe po ndihmon në formësimin e brezit të ri në shkollën e muzikës Vihuela. E tashme suksesi po shihet edhe në skenë. Nxënësi i tij Lis Sallteku është njëri që ka performuar në festivalet e organizuara nga kjo shkollë. Po tash njerë ja kom njësë më mësu me qifte livet në për YouTube, tani jena interesu edhe për gitarë dhe kom marrë në gitarë dhe më ka pëlqy shumë edhe kom vazhdu. Kom marrë pjesë 2 koncerte që i ka organizu shkolla Vihuela për një vendzancit. Të koncertin e para kom lytë Minuetin G edhe Andantinën, edhe e këna bu sa bashkë e këna bu Jingle Bell, kështu sa për ma letë se jena kondo fillestar. Të koncertit dytë e kom lytë Asturiasin, edhe a del për mu pranvera që e këna lytë këtë bashkë edhe ere letë. E shoku i tij Ron Mustafa sapo e ka nisur rrugtimin në kitar, e po hedh hapat e parë në botën e melodive, me shumë vullnet e pasion. Në fakt, me gitare në konsiderona si fillestar, sa alo në vjetë që kom bu. Kom fillu në fund vitit shkollor, në qeshor. Në fakt, storja interesante, gjithë ka pas qef pianën. Po unë i kom thënë, ma shumë pëlqen tingulli kitarës, edhe më një piknik me marrë me shëqni kur dalë. Vepra që kom e lu tash, është për një filmit, edhe konsiderohet si këngë, tash pëli. Ehad Dula tregon që si i vogël fillimisht luante me piano para familjes së tij, teksa po i mësonte notat e para. Megjithatë, me pas kitara i avodhi zemrën. Pasioni ka fillu që nga mosha 5 vjeçare gjysëm, ku fillimisht kam filluar me instrumentin e pianos dhe më pas kam shprehur interesim për instrumentin e kitarës. Hapat e parë mund të ceki prapë që kanë qenë në shtëpi, dhe me thonë, koncertet e para kanë qenë para prindërve, më pas në shkollë, më pas edhe në shkollë publike, se ne të cilët jemi në shkollë të muzikës, i kemi 2 shkolla, shkolla fillore që është publike dhe shkolla muzikës. Dhe me një farë forme kam qenë edhe në koncertet e shkollës, dhe me thonë, më pas deri tek sot kemi deri tek koncertet recitale. Festivali i këngës për fëmijë e ai ndërkombëtar i kitarës, Dula thekson se janë mundësi të mira që të rinjët të shprehin talentin. Shkolla jonë përveç që mbon mësime përmes formave edukative arsimore, ne kemi edhe 2 festivale. Festivali i parë është i këngës për fëmijë, ku kemi solistë të rinj, të cilët marrin pjesë me këngët e tyre, me një farë forme garojnë mes veti dhe më pas kemi festivalin e kitarës. Është festival ndërkombëtar i cili tani është edicioni i 13 që kemi përfunduar, ku këtu kemi artistë ndërkombëtar të cilët vinë në kryeqytetin e Prishtinës për të performuar. Së fundmi në festivalin e kitarës jemi munduar që të bëjmë risi në anën e pjesës së koncerteve, kemi pos një kitarist i cili është spanjoll, por që jeton në Francë, dhe kjo ka qenë një ndër pikat kryesore të festivalit, mund ta them, po ashtu edhe për publikun e Prishtinës, ku është pritur shumë mirë. Fillestarët kalojnë në 3 faza, secila e krijuar për të ndihmuar kitaristët, shtoi profesori. Një gjë që teksohet më shumë viteve të fundit tek shkolla jonë është se ne kemi ndarë mund të themi në 3 faza. Përveç që një nxënës mëson të luajë një vepër,
Faza tjera kanë qenë se ajo vepër të finalizohet edhe në anën e incizimit të audios, kjo është një problem kryesor për neve, për arsye se duhet të luhet vepra që nga fillimi deri në fund pa ndonjë problem. Duhet të publikohet në mënyrë perfekte. Faza e dytë dhe faza e tretë ka qenë incizimi i videoklipit apo i spotit, domethënë që kanë luajtur atë vepër. Domethënë, një nxënës që ka finalizuar veprën e tij, ka ushtruar që ta finalizoj për ta incizuar audion dhe më pas për ta incizuar videoklipin dhe në fund është promovuar në të gjitha rrjetet sociale, që nga YouTube, Facebook dhe Instagram. Përgatitjet e festivaleve fillojnë një vit më herët, me plan të kujdesshëm për të qenë gjithçka gati në kohë, thot ai. Ne zakonisht kemi përshkruajnë kryesore nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe dotat finalizohen në muajin maj më së shumti ose qershor. Domethënë ne kemi një punë një vjeçore që punojmë para se të publikohen dotat, se normal duhet të kemi kontakte me artistë, duhet t'i mbledhim gjithë së bashku me ndonjë muaj që është korrekt për të gjithë. Gjithashtu, Dula thekson se nuk duan ta lënë këtë talent të rinjve të zhdukët. Po mund të them që në vitet e fundit që po ndodhin edhe risit në botë, domethënë që nga anës digjitale, atëherë përveç kësaj ne i themi që është një gjë që nuk duhet të humbur, për arsye se koha po ecën shpejt, vitet po ecën dhe me një farë forme fëmijët duhet ta kenë një lloj kulture para se të vazhdojnë profesionet e tyre. Domethënë ne nuk preferojmë që të vazhdojnë me këtë profesion, po vetëm t'i ndihmojnë në forma të ndryshme.